Faleminderit Vaci Fadel, fillimisht që nuk heziton edhe je I gatshëm gjithmonë për me nda historinë e vendit, edhe që je një za për krejt ata që nuk janë më. Fillimisht po du me të pyet se jam bo më shumë se 25 vjet prej ngjarjes që nashta jo nashta po ja ka ndru krejt jetën prej masakrës që ka ndodhur këto. A mundesh me na tregu si ka qenë ky rrugtim I juve? Po, masakra në Paklek I ka vonë 26 vjet. Për neve si familjar ka ndryshu gjithë shka. Unë I rrugtim jashtëzakonisht I rëndë. Mirë po, pasi që nuk I kemi më okupator, na bën më të lehtë, edhe e kemi bën një rrugtim më të lehtë, sepse e kemi lirinë, e kemi shtetin. Po për shtetin duhet punohet gjithmonë, duhet kujdesim gjithmonë, kudo që jemi, sepse na ka kushtu, edhe shumë njerëzve, shumë familjeve, ja ka ndru jetën totalisht. Po. Atëherë dim që faktet për këtë masakër janë gjalla dhe shihen me do e mos që janë fakte që armiku jonë në këtë rast Serbia ka ushtru masakër në njerëz të tanë, por si që dim akoma nuk ka drejtësi për këtë masakër kaq pamëshirshme. Si e përjetoni këtë mungesën e drejtësisë për këtë masakër? Kur e përmend drejtësinë, nuk vjen mirë që dikush mendon hala që ka drejtësi. Po unë mendoj, edhe jam I bindur, se veç drejtësi nuk ka. Sidomos drejtësi ndërkombëtare. Nuk e di a ka një ndërkombëtar që mund me ma arsyetu, edhe mund me ma argumentu heshtjen, fshehjen, një holokaustin Paklek. Çka duhet më bo për njëri drejtësisë ndërkombëtare, ma shumë se më vran 23 fëmijë, në mënyrën ma që njerëzore, më djeg, në atë mos që edhe eshtrat e ty në të shkrinjen, e mos mi avron ndërgjigjen drejtësisë ndërkombëtare. Për mu, drejtësi ndërkombëtare nuk ka. Drejtësia ndërkombëtare në thujza është dalë në krah të shtetit kriminal, fashist e gjenocidal të Serbisë. Po, qa po mendoni, a kisht mujt, a kish pas mundësi shteti jonë për me kontribu ma shumë për faktet edhe të vërtetat e vendit tonë? Shteti, në shumë intervista kam thënë që drejtësia vendore është në këmbë. Edhe ka qenë në këmbë. Jenë vonë 26 vite. Gjurmët, faktet edhe dëshmitarët për në shkojnë. Gjurmët kanë humbë, faktet kanë humbë, jenë zhduk, dëshmitarët për vdesin, drejtësia vendore, veç para 3 mujve ka në këtë vend. Që unë kam qenë shumë I shgënjim me këta njerëz. Unë jam shumë I vetëdijshëm që drejtësia e jonë nuk mund mi nxon kriminal, nuk mund mi kap kriminal. Po drejtësia e jonë mund mi argumentu, mund çdo fakte, çdo dëshmi, në mënyrë institucionale, me qitë në letër, me arkivu kur do që I vynë shtetit, edhe I duhen shtetit, edhe I duhen edhe familjarëve, me I pas, me I prezentu në mënyrë institucionale. Unë thash jam I shgënjym. Unë I kam 14 antarë të vramë, të familjes në ngusht. Unë sad
nuk kam as i dokument me ja prezentu një ndërkombëtari në një ekspozit që marrë pjesë shumë shpesh në për Evropë, nuk kam as i dokument zyrtar shtetit tonë me ja prezentu që unë i kam 14 anëtarë të vramë, Diegon, e si mund të flasun diçka tjetër pas kësaj që ka thash për drejtsinë vendore. Kur nuk kem as numër zyrtar njerëzve të vramë në Kosovë, nga Serbia, shteti ju nuk ka numër zyrtar për njerëz të vramë. Kjo është puna më e mirë e mundshme që ju ka bën Serbisë deri sot nga vendi jonë. Po, duke i marrë parasysh këto rrethana, a keni akoma gjallë të shpresën që drejtësia ka me triumfu një ditë? Shpresa nuk vdes kur, derisa të vdesim edhe ne familjarët. Unë jetoj me shpresë për me pas drejtësi, se nuk unë pas për çka me jetu. Mirë, po shpresa jonë është shumë e vogël. Të je pa që edhe ato proceset gjyqësore që zhvillohen në Kosovë, të je pas që shtrajtohen, ma dëshirë kësha pas mos më mojtë proceset gjyqësore heqë. Po të bojnë me undi keq këto proceset përderisa nuk po arrihet drejtësia. Jo më ndi keq, po zhgënjihem qysh është e mundshme një person dele para drejtësisë, ka bo masakra mbi njerëz civil dhe nëhet qëta tjetë. Këta për motivojnë, drejtësia jonë, për motivojnë kriminelt, mi përsërit ato, për 7 vjetë, gjdo person në Serbi vjen vret 20-30 shqiptar, mu dënu veç 7 vjetë. Kjo veç drejtësi nuk është. Unë vjen shumë keq, mirë po ata gjyqtar, shumë a mira me lëshu atë vend punës, e mos më në shgënyu neve si familjarë. Qaq pak vlerë pas kanë familjarë tonë, qaq pak vlerë jenë ka ata familjarë tonë, sa në përëndim një qenë me i rau me diçka dhe nuk është 2 vjetë, s'paku. E me vra njerëz, e me zhduk njerëz, e me dhunu njerëz, e me dënu 7 vjetë, kjo është ma shumë se fymje. Shpresojme dhe ne kemi atë pak shpresën se me të vërtet pa qenë fare pjesëtare familjes është dhimbje për gjithë kombin kur ndëgjojmë kësi histori të vendit tonë. Po du me u kyç pak të kjo tema para se me ndodhe masakra në këtë shtëpi. Çfarë personi, çfarë dite keni pas, a e mbani mend pak a shumë?
Unë me 16 prill i morë këtu. Familja ka qëndru në Baks, Dovrashevc, në Miradi, në fund ka nërë Vasilev, në fshat afër këtu. Dikun 8 ditë para se me ndodhë masakra e nërë këtu. Se përballë Drenosit ka pas gjujtje ditën edhe është rreziku familja. Mirë po e në ardhë edhe me 16 prill ka marrë në shpe. Po. U konë një notë e jashtëzakonshme. Që unë vetë i kom pyet, çka po ndodh, a ka diçka që unë nuk di, çka o kjo atmosferë, u konë diçka që ata neve na kishin pas tregu që më nuk shihemi. Kemi najtë dikun deri në ora 2. Aja notë mu më ka bo që unë këtë vend mos me leo më zhduk. Se sa herë vinë këtë vend, unë aja notë më del për para. Aja notë më del para syve. Atë notë së jarraj kur. Kur i kujtoj bisedat, kur i kujtoj atë... Cilat kanë qenë ato biseda? Atë atmosferë. A i mban mend të naj bised me nga të regu, ndashta kanë qenë edhe bisedat ma të lumtura që keni mujt me i hasë. Nuk konë atmosferë që asë atmosfera rrësine për dosma në për se në mori qka për qef, për gzim. Që shumë herë më ka shku mendja, a pe din si jem në luft. Atë natë? Atë natë. Po. Edhe i kom pyet çka ka, pse kështu. Po e vetmja përgjigje u ka, na erdhë mundësia me nejtë bashkë edhe herë, edhe s'kem çka kursej. Kjo konë aja përgjigja e prendve. Mirë po, më në falendroj Zotin që më dha mundësinë për herë të fundit me najtë me familjen, më kënoq me ta, dhe s'poko me pas qatë kujtim. Po a keni ndryshu nga jo natë, duke marrë parasysh këndodhi, a ju ka shëndru një person tjetër, çfarë personi ka qenë para asaj natës, pa del më qolli? Totalisht, ndryshim total. Kur e mendoj veten para lufte, edhe këto pas lufte, nuk e një vetën. Është shumë e vështirë me konë kërfamiljar i një njëre si kjo. Sepse unë mendoj që sjelljet tona, veprimet e mia, puna ime, e runë gjokun e qytetin e njerëzve që kanë tërë gjokun këto. A mundeni me na tregu tash e dimni, e kemi pa që je person shumë i kujdesshëm edhe madje po çfarë biseda tash po bisedon me ta në momentin që i vizitoni tek Varrezat. A keni ndaj bisedë që e bisedoni shpesh me ta? Në 17 prillën me vëlla, se më konë ushtar. Po. Edhe vëllavën e vogël e kom morë, a i ka pas 15 vjetë e gjysë. U konë i rritën me trëp, edhe gjithë e kom morë mas vetis që ka shku menja që ky i rritën me trëp, shkit si të shojnë të rritën e vrasin. Edhe e kom morë, nuk e kom lau me familje. Gjithë e kom morë mas vetis. Kur jem dalë, një na përshëndet me tonë.
fëmija e në kom fjetë, një na shku në krevet, i kom përqafu, si kingja flejt, qika u qu, u dollë dhe i përsh qëtë në shkollë në edhe, e në përqafu me ta, edhe më ka thonë bab librat i kom në qandë. Merri edhe më shef me dikun. Edhe në himran ato i kojt. Nona u dole dhe në ka përcjell me babën deri të dyrt. Të dyrt nona më ka thonë, du me të përësit, tha, du me përësit diqka. Thash, deri na shku të dyrt, tha, e kam në përësit për ju. Kër na shku i na nol të dyrt, tha, i kam në lënë përësit du me jam dho. Thash, falë në unë, tha, gjallë më zga bënë më dërsu. Ndërë më s'jo bënë një gjallë. Jo bënë në gjallë s'jo bimë, në kemë armë. Jo e tha, arma, të hargjitën, tha, fishe. Atë gjallë më s'jo bënë. 3 herë më ka. I kom pas 2 bomba. 2 gjepat ka i bomba dhe armë. Aja nuk u bindke. Se unë e kam armë edhe nuk më i me joron gjallë në. Thash, e poshtë si s'po binden, thash, në unë qërë i kom zirë 2 bomba, që të 2 i kam për veti. Atë më ka rrugë për qafë edhe më ka thonë, inshallah juve ju runë zëti se na ja bojmë t'i qysh. Edhe i na da. është problemi për shkru dhe sen edhe atë dëmetash që ka kumë nejtë me ta që është shumë e rëmë. Po, edhe pastaj, ju jeni ai personi që i keni rujt këto fakte në këtë masakër, çfarë ndjesie ka qenë kur keni ardhe dhe keni tregu edhe vetë që i keni mbledh ishtrat e tyre me dur t'juve? Po, E që shmujtë me konë ka që njeri fort, pa si Fadel? Ishë në qërë, situata në ka imponu edhe kur jem bon, kur kom vendos me vla me hi ushtar, të je po që ka bon Bosne, pa ka shumë, e kom ditë si kena me përjetu sa në tronë. Edhe unë ushtrinë e kom kry ushtrinë në Jugoslavi, e kom ditë me kanë kemë dojnë. Po. Edhe ty po veprimet e ty në Bosnë, në Kroaci, po një veprim t'ilë që shka ndohë këto, asëherë se ku më ndohë. Mu, lojmin më ka dhonë Ogja, Elmija, dhe kum taku edhe më ka dollë për para. Më ka thonë, du të më boj furt, tha se ka ndodhë diçka shumë e madhe. Unë të i mendu që vëro vla. Falë, thash se na i na dollë më vëro. Jo, tha, shumë e madhe ka ndodhë. Thash, po falë që ka ndodhë. Tha, ne kanë vëro krejt. Kanë krejt, tha, krejt familjen. E më nëlle, ku më këqyrë, sy dhe i thash, a pëdi që për më thonë. Tha, po, tha, krejt i kanë vëro, Veslami ja ka pështu. Edhe herë i thash, jetu e di që për më thumë. Po, tha, krejt i kanë vëro, i kanë kollë, tha, kanë pështu lemja, lumnia edhe qika djollit toqës. Nuk konë 3 vjeç. Të familjes të unë. Atë nuk e di. Mu ka bo bardhë një herë krejt. Vedi e kumë postë.
jem ull një orë, më ka prun dikush do uj, e kum pi, edhe një orë kum najt ull, kum kojt sa ku mujt. Se s'mojsha me bind vetën se më nëndohet diçka aty. Po prap nuk i kum besu. Jem afru e kum vetë një ushtar, a o mirë, mingja. Po mirë. Edhe ne, mas një ore, jem qunë kom edhe kum rrë kormen edhe kum thonë kam e shku në Paklek. Se më konë Vasile. Po. Më kanë bashkan gjitë, tjerë të shtarë, së më kanë lau vetë me orë. Po më bindin si dhejt të fillat të teri me orë, nuk bënë me shku se këtu u kone mësht me pëllis shki. Nina ordë, nina shku një shpion malë, në shpet në zme më qullit, edhe ordë lau. Lau e shkon një shki këtu, qatë natë si kanë dëvë, me si i kanë djegë një herë, i kesh po, une nuk e disha, vlau, ako djeni një qka. E kun vetë, ku je konë, tha, në Paklek. A dina i sen, thash, se unë e familjen e poshtë se hini në Renas, edhe kum najtë shlirë, se son këtu. Po si kanë këtu se kum ditë. Tha po, di, tha. Kusht ka thonë, tha, i vetë jem po, jem hi, kum po, i kishin kallë. I kish pas durët, kër u hi, i ka po, u pështet në muri, kështu me durë, i kish pas durët e kuqe, si ja kish sus muri. Tha, qërë me durë, tha, jem pështet në muri, tha, se kër e posh ato, më hupi drejt përshimi, jem mojt për muri, tha, muri shkojnë dhejt që mi ka mutuar. Ato e kum rëkë për qafe, jem ko maj modhe. S'kisha qa mi thonë, zgjon isha fjallë me ngushtlu. Kum thonë, na dhëtë me vazhdu. Trejna me të thash, po isha Allah, ja rrim, për që e këna nisë. Nuk ku mujtë mu. Prap ke qëndru i fort edhe pas rrethonat. I na ordë, i na organizu, i na ordë i na hi mrena këtë. I kum po ishë në të ishin konë 2 herë djekët. 2 herë? Po, se që shtërgëj ke vlau kërë hi ka po, i në konë djegun, po ka pos, jo djegun totalisht, po ka në pos me shhalau. Po. Se njeri ku për djeke, po bëjke si gu me zezë, ku i në orën 2 herë i në konë ishnët, bardhë. Komplet, njeri. Ka pos njerës sëptunë, për bëhën bëvë, si kanë gjuhë. Mirë po, ka pos ishna komplet njeri, kofka komplet. I në ardhë notën tjetër, ardhë Gazimen Delshoni, e ka një qizu. Ku i në ardhë notën tjetër, për herë të retë, ishnat ishin konë, e këshin djegë edhe i herë, ishin konë të bunë 2 qushet edhe u në kratë mojtë edhe në kratë djathë të përgaditun mi morë, mi hupë. Ashtë më i modhe që në fotografit, u konë sa një paqit të cigore. I na këthy, i na organizu, i kena morë një baterit kjerit, një sytë kjerit edhe thos në ilonit. I na orë, i na hi, i kena mbyllë dritaren me qebe, i kena dhez dritën edhe kena fillu me të bu ishnat. Tu i të bu ishnat kena gjetë edhe stëlin. Të
familjarë. Po. I kena shtesnat në përthosi sad, kur ja frajt dur, nga të guje, e nga të hunëm, duket si për njët erën e mishë Diegun. I kena morë ata eshna në thos, i kena qu, shpinë e Haxhi Muqullit, i kena lënë ato, do shtarja në organizu me qelë bunkerin mal, në më shef eshnat. Dhe na këthy prap këtu, me lyp babën edhe i merin. Se babën edhe i merin i kanë zirë, i kanë qitë që t'jenë në fund të burit edhe i kanë vrau. Ku ka dheshin dëshmitartë se kanë pakur i kanë vrau, aty shkon veni Diegun. Tu ka e Diegun. Po hini shkon i bardh. Edhe jem afru e kum, hinin e kum shkapurit, dhe kum gjitë urën e babës, qepit. Edhe e kena fillu me lyp në për objekte. Nuk ishin kohë, një ushtaru afru nga të bunarit, ka këqyrë, edhe tha qëtyrë, tha se pas ka shkum, ujtë. I kena morë dy kanupa, i kena gjitë, këtu në shpia, me një kanëp e kena lidhë ushtarin, një e kena dho kanëp të thotë, e kena lëshu në fund. Edhe tha pu këtu janë. I ka lidhë njerën njënën, i kena nëzirë, i kena morë, i kena qunë malë, i kena varrus. I na këthy prap këtu. Mu më marak me orë, me këqyrë, dy katët e shpisë, në altë, më sukon dikosh. Pe jantarëve u metë në altë, i vrabë. I na ardhë. E kum kontrolu në altë, shpinë krejtë, s'kish pas kur që. Edhe i thash në hatë Sulejmonit të kom me mu, thash du me hinë për drëmë me këqyre. A ka diqka. Po. E kum qelë dire në për drëmit, kur e kum qelë dire një më hinë terro. Kum shkelë si kon loj. Edhe jem hi mrena, u hi edhe në hati me mu, i kom thonë qëta, diçka nuk kon regull se ujtë su hi kur këtu. E kom byllë deren, e kom prejk ata me dorë, edhe i kena dhejtë shkrejbzat. E kom po i shkon gjak, e kom këshyrë, e kena dhejtë shkrejbzat kur i dhezën, ty ka i shkon ve gjak. Muri i shkon, ty i jesë qoku. Edhe tash, me shkrejbzat dhejtë, ty i jesë, sa ma mrena dheu me si ishëm, i shkon tavanit, ty i pikë. Gjak. Sari e marrë dhe këmë po librat e fëmive, që aty u këmë një kërri presht një ladë. Që atë ladë i këmë shtinë librat, një thes. Po shkiti i këshin morë, i këshin gjuj, i këshin shkip. Sari e marrë të, e marrë dhe këmë 5-6 herë. Pe kur ka ndohet deri sa i kena marrë, eshnat, i shesha librat edhe mu kujteshin fjallët e qikës. Cilat kanë qenë fjallët e qikës? Qantën, si kur më përcjellën, tha qantën me libra e kom lënë mrena në dhëu, e lënë mrena në dhëu, tha më shef ma dikon, mos të më hupin libra. Edhe i kom thonë, dy ushtarë, thash unë du me shku. Mas i kena kry krejtë. Unë du me shku se më ka me diçka shumë e rëndësi pa kry. Jena orë dy ushtarë me mu. Jena orë ditën. Si asë herë ditën këtu se na orë. Se shkit vishin. A jenë kodë vendosën këtu, po vishin këtu. Edhe jem marrë dhe më hi, e kom marrë një thesë. I kom të bu librat, edhe në qatë shpinë poshtë jem hi, e kom qenë një grupë, mrena në shpinë. E kaltë,
po mrena. Funi i ka pasmet pa digë një pjesë. I kom cili grup, i kom shti librat edhe i kom lënë qëtë. E çantën e qikës? Çantën e qikës nuk e kom gjetë. E sa vjetë ka qenë qika për që fatë? Qika o kon 13 vjeç. 13 vjetë. Edhe mas përfundimit luftës, 3 mujt e fundit, si e kanë kuptu shkit që i kena morë eshnat, mon po klek, as na ushtorë s'kena mujt me nejtë. Se edhe moli u mosh sërb, të i lyp. Forcat sërbe në konë të i largu rrugës pej Prishtinë, unë jem lëshun kamaran pej Berishe, me vllot vogël. Unë ndërpreko e leuna sërbëve, po unë një tjetra të jordë. Unë e kum kalu asfaltin, jem dalë kënej, jem ardhë, vllon e vogël e kum lënë pushtat jetë e qeshmja. Se kum dasht me ardhë vetë me hinjë, se nuk më isha me morë, nuk më isha me kuptu që ka vënë me ndodhë kur të njëto. Jem ardhë, push që në kanë dovarë edhe dyrë. Të dyrë të kom qelë një pëqet cigare. Edhe kom vëdhës një cigare. Edhe jem njësë me ardhë. Jem him mrena sa kom nejtë, se orë s'kom pasë. Nuk e di sa kom nejtë, me kohë, po kur jem dalë, pe dhe me i kësha pas 4 cigare në pëqet. Jem ullë qëtu shkallë qëtu. Edhe, ku menuën ka. Qka unë? Si shmet kërkush. S'kisha tishat në rrugë. S'kisha ku me hi. Mirë pa vllave shka në ardhë. Qëtu, pe shkallë në kun 5-6 metra, largë me e shka. Edhe më kishë thirë nëse kum një. Se kum një orë dhe më ka prej në krahë dhe më ka thonë, pëse s'pëm përgjigjesh. E kum qo kryti, kum thonë, së më ke thirë. Tha, në jam të i të thirë, tha, po pëse s'pëm përgjigjesh. Thash, po qka pa dhe? Kur më ka këqyrë, mi ka vonë 2 pyetje. Ka thonë, e din, tha, bacë, tha, e din si mi kanë vra babën edhe në unën, thash, po. Tha, a e din ti, tha, si unë e ty të kam edhe babën edhe në unë, aty jem qu, në kom, e kum për qafë. Edhe i kum thonë vetit, ti du të me vazhdu. Je detyru me boj fort, atë do është ta shkaku i vllat vogël.
njeri i vetëm këtë rrugë të mshelen. Mirë për kur e ka njeri dika nafer, gjitha rrugë. Ka pas arsye për më boj fort besoj. Edhe unë i falendrej familjen. Këta dy vllaznia si janë ka këtu, motra, dy vllaznia jashtë si janë ka. E janë ata që ne janë me respekt, po ne janë edhe më kanë detyru dhe dhënshëm me konë unë që kësi jam. Asnjëherë në familjen tonë, kur të buëm tonë, unë nuk e një vetën. Se duhet me bon diçka që s'jam unë. Për mi disë më nuk familjen, mi e thonë aty në nuk duhet me vazhduna. Mirë, po pa ta unë si shaset, që kësë që jam. Po cila është biseda që e bëni më shpesh kur shkoni për vizitë të Varrezat? Po zakonisht ato takimet që kena pas, që shkena nejt, që shkena i na shku dikon, që i na shku një darsëm, që i na shku një deg dikon, që e kena kalu një sfit dikon. E për cilin antar, si familje ne gjithmonë e kemi dikon që jemi më të përzemërt, me cilin ka qenë afirmiteti juaj me pjesëtarët? Unë fëmijën e vogël i dushëm. Edhe i kom dasht, edhe i du, edhe me fëmijë të vogël nuk di mungi nej me ta, se ma knoqin shpirtin, knoqna me ta. Qika e vllavët u kove 6 mujshe. Kur jem marrë, e kum pa për herë të parë. Ju kum afru di me lu me fëmijë të vogël. Kum lu me ta ja ka nisë me kish. Aja nashta ka kish, pse i ka ardhë vetë me kish, po mu mri para syve aja e kish në asaj. Bebet vogël. Shpresojmë basi Fadel që ka mu bo një drejtësi se aq fëmijë të vogël, aq pjesëtar të familjes, është shumë pa drejtësi që akoma nuk ka drejtësi. Po, e qysh është me jetu basi Fadel me ton këtë barë dhe ton këtë dhimbje? është përgjithësi e madhe. Qysh po ja del basi Fadel? Ti, qërë, plas për veti. Unë jam i sankcionum për gjithë shkoja. Unë ras nuk më knaqë, edhe kur unë për më knaqë. Unë ras nuk me dal me pi kafe, e me full me njerëz, e kur unë për me kish, nuk me kish qysh dojtë. Se e kam një barë shumë të ronë, e kam një përgjithësi shumë të ronë. Edhe besoj se gjitha familjarë që ka në vramë, po fatkeqësisht njerëzit kanë harru, e kanë harru shumë, që ka përjetu këj pup. Nuk jam me mojtë zi njerëzit, se jeta duhet me vazhdu. Mirë pa me harru nuk banë. E vërtet kjo. Se gjithë shka që harruhet, edhe gjithë shkove që nuk ja din. Na në katon të thëjmë, kemi jetin. Po. Nuk ja din vlerën. Po. A i sa në ka me të hupë. Ose ka me të përsërit. Për këto, unë jam i shgënjën edhe në shtetë, qysh, shteti, librat e fëmijëve tonë, librat e fëmijëve të me,
fëmija e me kur nuk kanë lexuar libër në shkollë që ju kanë vëra vllaznia e fëmijëve të me. E motra e fëmijëve të me që u vëra, e u djeg. E gjyshi, e gjyshja, e nëna, e hallat. Po, E çka mi u thonë e fëmijëve të me, e qysh mi u thonë e fëmijëve të me, dunet që të dhenë, rrinin që të dhenë, mësë largane për që t'i veni, se mu më ka kushtu. Kënë libra, asë i resht nuk. Mësojnë për Stalinin, mësojnë për Sultana, e mësojnë për që s'na hin punë heq, e nuk mësojnë as për prekaz, as për izbit, as për meje, as për krush, as për poklek, as për qikatu, as për qirez, as për kërkun. po kjo është shumë e vërtet, pasi fatë që po e thu, ndoshta kjo është edhe arsyeja pse mediat gjithmonë janë në kërkim të personave që mund më na tregon një rrëfim një histori se çka ka ndodhur kaluamën. Po për fund cili kish më qenë mesazhi yt për rinin në Kosovë që nuk po janë në dieni për luftën që ka ndodhur në këtë vend. Unë rinin nuk e fajsaj. Këto në rand parë është shteti. Fajtova. Në rand dytë është janë mësimdhënësit. Mësimdhënësit së organizuajnë shëtitje. Nuk jam mos me shku në Shqipni. Jo në Shqipni, po në Gjermani, në gjitha shtetet e Evropës me shku mira. Mirë po, një mësimdhënës, s'pako një mësimdhënës i historisë. Si nuk i që në zonësat. Prekaz, në vri, poklek, qka të në meje, me mojt një orë të historisë, në një vend ku ka ndodhur një masakër, për mu, veç mësimdhënës nuk ka. Rinim, ma të mire, ma tafte, rini tartë kem, se gjithkon ku shkuin, dalin ma të sukseshmit. Po fatkeqësisht, ata që duhet me informu rinin, me informu në zonësat, ata po heshtin. Po kjo heshtje ka më na kushtu shumë shtrejt që i ka kushtu shqiptarëve, se tonë e dim se dini shukon shqiptarë. Kur nuk në mësu që prashejë me dvejgj e denish për mini milion shqiptarë i kanë përzojnë kanë qunë në Turqi. Po dikon shumë njerëz i kanë djegë në përshpia si në poklek. As një herë, nas një liber, nas një historian shqiptar nuk e gjon një liber që e ka shkru, që ka përjetu publikun që atje. Edhe na, si gjenerata pas atyne, kena kriju mitësi me Serbë që kanë djegë e kanë përzon shqiptar. Këta historianë sëd, akademik të unë, se veç akademik së janë, për mu, akademia e shkencave të Kosovës është transferimi i Kumrovcit në Prishtinë. Ata paguhen, ata e kanë detyrë, ata e kanë obligim me na shkru histori. E vërtet, kjo shpresoj që shumë të mirën parasysh. E une hala nuk ka ndodhur, nuk kom një mjetet informimit që Akademia e Shkencave të Kosovës e ka shkru një ngjarje të luftës. Mu vje shumë keq, se i takoj qëti shteti, po për qëtë shtet, shumë pak kum pagu, se liria o me shtrejt se gjitha,
kur flasën e diçka, edhe tham o drejtësia në kume, edhe tham Akademia e Shkencave inexistente, mu bëhem shpirt. Se ku më dhon pak diçka për me funksionu qëtu. Me kon funksionore. Keni kontribu shumë, si Fadel. Është e dhemshme që Akademia jonë hala që 26 vjetë që dërës jeni. Asë më ka thirë, asë Akademia e Historisë. Spoko, më thirë, më vej që ka ndonë. Një akademik, një historian në Akademi të Shkencave të Kosovës. Me të vërtet kjo është të merë. E dhemshme. E dhemshme dhe të merë. Për mu veç historian nuk kim. Këta piqujnë, unë me nej, unë nuk di, unë nuk kam shkollë shumë. Po qatë bindje e ku morë që na historian nuk kim. Nuk është historian me shku në arhiva të Austrisë me morë diçka. Një historisë e ka shkru dikush për qeft vetin. Po du me posë historin që shukon, që shumë ka ndodhë mu, po me shkru një akademik, një historian shqiptar. Me shkru ata që ka e tha mënë, jo që ka me në naj. Kështu që të rritë shumë jënë të jedoshtë këtë vend, këndër asoj që ka jenë shumë pak të informum. Mos me kom mediat. Masakra për klekut, ish harru. Edhe ishko inexistente. Fol media, masakra e Pëklekut është e gjallë hala. Këta të ju falendru e Satë Shalës. Po e Satë është shumë... Satë Shala për herë të parë, Kanal 10, nëse nuk gëbaj Valentina Ahmeti. Një intervist, një orë, e ka organizu veç për Pëklek, u realizu edhe masa qësoj interviste ku pasë dhe shumë tjera. Një orë e ma shumë. Po e Satë është njëri që po kontribon mjaftueshëm. Unë e ku pasë qatë shumë thirrje dhe një rast të kojnë veçant një grumë ka thirë prej Amerike. Themen. Edhe s'ka nuk sen pa më thonë. Ti kë ke me shki, ti kë ke shka. Pse? Unë me ndosa me ngu dikur e te praj, thash, a banë më nëllë. Po. Thash, në i kam veç pak pyetje për ty, a je shqiptare? A veç fletë shqip? A je shqiptare, jam e Gjakuves. Thash, qysh po më thonë, kë ke shka? Kur ma kanë ro krejtë familjen? A pse s'ke full ti? Thash, unë nuk kam televizor temen. Televizion temen nuk kam. Po. Unë këmë full pej mas lufte. Jo veçon, po 6 dëshmitar janë, 6 kanë full kurbanon. Thash, po televizion temen s'kam. Nuk pi qesin, pi hishtin, qëfar foj kam unë. Anë jem shkap, se nuk i transmitet dikush. Jo, na pasi Fadel e dim që jo gjithmonë keni pranu për me tregu historinë e kësaj masakres të mërshme në Pëklek, edhe ju kisha sugjeru që mos u ndalni kur. Unë nuk jetoj nëse hishti. Ju lumt për forcën, sinqerisht. Unë ju kësha bo thirrje edhe familjarëve tjerë. Mërë veç një njerin ka vibro. Me full se hishtja është folje. Pja folëm Sërbisë. Unë ju me thirrje krejt familjarëve. Mos të hishtin, të flasin, të thojnë të vërtetën, po të thojnë vetë ata. E jo me full dikush tjetër. Si shumë njerëz që punojnë media, po saqerisht është një, që është ka flet të pavërteta, dhe shumë shpejt kam u ballafaqu me atë njeri, dhe kam e lyp ta kem në media, se unë ka flet të pavërteta, edhe mu sharu me atë njeri që... Ka kësi persona që... Po, edhe shumë fri ka full. Ka full diçka që nuk ekziston.
Mirë po, unë e kom lajmëru polici. Jem të i prit me mon pyetje. Edhe për ato që ka thaj, për ato argumente, aj që i ka, e nuk vjen me prezentu mu si familjar, po edhe hetësis për krime lufte, që nuk ja jep, aj me mu ka më përbal, edhe me ligj, po edhe fizikisht. E për masakrën këto është në fjallë ka... Për masakrën për klikot, ka full. E qka ka pretenduaj me ato tregime? A i ka thonë që unë e kam inqizime masakrës për klikot. Qka i vynë ati, ku i mëraj? Pse i më shefi dhe i tash? Së në gjithë mund këmë thonë, egzistan i kaset. Aja kaset kurs më ka dhonë. Atë kaset që e ka bo incizimin Gazmen del Shoni, e ka dërzu të Nëri Begjiti, prezent të ko Rëgjef Selimi. E kum kërku atë kaset edhe të Rëgjef Selimi, e kum kërku takim me Nëri Begjitin, kur s'ka pranu, që unë me nej, edhe jam i bindun, se aja kaset nuk i vynë kërkuj, se së në këqyrë. Një njëri normal, atë kaset së në këqyrë. Unë me nej se ma kanë shqitë, se aja nuk i vynë aty. Në berish, kur shkitë si në hi. Ajo ko përgjegjës për qëtë punë. I ka pranu incizimet e kri teritorit Kosovës që ka e në bon. Ajo do të më kalëzu mu ku është ajo. Pse se jep, pse mu nuk më vynë se nësë i e këshyri. I vynë drejtësisë. Ju do drejtësisë. Ashtë një dëshmi, ashtë një fakt, si nuk duhet mu as dëshmitar, as duhet me full kërkosh, krejta e kalëzën. Pse më shefi? Sërt nuk jenë hi, ku hupi aja? Qysh hupi aja? Unë nuk besaj si hup. Se aty nuk ka pas qasje kërkosh përveç Nëri Begjitit. Se për qitë punë nuk ka. Mirë po, thash ma herët jam i sankcionu, qka kam qëtë, e nuk po du mi përlojsh durët e mija me gjak në Shqip fullësi. Për mu Nëri Begjiti janë në Shqip falës. Kur ma hub dëshmin, e fëmijëve. A i veç shqiptar nuk ka. Unë nuk pi tham marue, po pi tham kua. Ja ke dhënë dikuj kusho qaj. E ki, mos ma jep mu që ku e veni, se mu nuk kom vinë. Unë së jesha ato. Unë kam fotografi, kam incizimet familjes të para luftën, s'po me isha gjallë. S'mu e këqyri një kaset një darsmes dhe në fund ku i kam fëmijën e me dhe familjarët e me. Qka i vynë ati incizimi me ishnë atë fëmijët me. Unë jam i bindën që aje ka shqitë. Për me hub gjurëm, ne Shqip falës, mi shetë incizimet e familjes temë. Për mu Shqip falës, për mu shqiptar nuk ka, për mu njëri ma kontribus për shtetin kriminal, fashes, genocidal, është Nëri Begjiti. Deri sa nuk kom informën ku ka sejta. Shpresojmë vëtë si padel që të bëhet një zgjidhje edhe për këtë kasete dhe faktët pothuaj se vrejen, mjafton vetëm që të kontribuohet më shumë për këto fakte edhe drejtësia sa më shpejt të vinë në vendin e vetë. Po du me ju falendru shumë që ishit pjesë e intervistës edhe falenderit shumë edhe njerë. Falenderit juve, unë mediave ju kam, i falenderit shumë, jam shumë mirë njësë.
Për tjera mena nuk mëj me full për masakrën e Poklekut, për mos të ishin mediat. Jo veç ky vend, pasun nuk isha. Thash më herët, kom tentu, mu largu për i vendit, edhe mos më kthy kur. Po fol media, ka dalë si përfaqe se i shumë e ronë, me të vro 14 antarë, me të djegë, me të vo ishnat vetë me dorë tua, me më shef që ata ishna, edhe mu hesht, shumë më eron, edhe shumë më eron e kom përjetu, se momentin kër më kanë kalzua dhe kër i marrë me të vo ishnat e fëmijëve të me. Se u hesht për vendit tim. Kështu që faleminderit shumë. Inshallah pa media si jesëm kur, qa ditë si jesëm pa media, Kemi mbet pa histori. veç jetë nuk ka në. Po, Faleminderit shumë. faleminderit juve, Basi Fadel.